Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Durrësit pas ditën e sotme ku një 17 vjeçar ka humbur jetën në ambientet e një institucioni arsimor. Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:15 në palestrën e shkollës Marie Kaçulini, e cila aktualisht frytëzohet për zhvillimin e mësimit nga nxënësit e gjimnazit Gjergj Kastrioti për shkak të dëmtimeve që ky i fundit ka psuar nga tërmeti dhe procesi të rindërtimit që ende vijon. Burimet nga policia bëjnë me dije se i riu, ndërsa ndodhej në ambientet e palestrës, së shëndjer pa pritur keq dhe ka humbur ndjenjat. Menjëherë është kërkuar ndihma e shërbimit të urgjencës, ndërsa ai është transportuar me autoambulancë drejt spitalit më të afërt. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor për ta mbajtur në jetë, 17 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë. Ngjarja ka shkaktuar tronditje tek nxënësit, mësuesit dhe familjarët, ndërsa autoritetet kanë nisur verifikimin për të përcaktuar shkaqet e sakta të kësaj humbjeje të papritur. Paraprakisht dyshohet për një problem shëndetësor të menjëhershëm, por pritet që ekspertiza mjekoligjore të japë përgjigje përfundimtare mbi arsyet e vdekjes. Policia dhe grupi hetimor po vijojnë punën e dokumentimin e plotë të rastit, ndërsa institucionet arsimore dhe ato shëndetësore janë angazhuar për të sqaruar çdo rrethana që lidhet me këtë ngjarje të rëndë.